Përshëndetje Sherista dhe mirë se erdhët në episodin e radhës. Sot kemi kënaqësinë që midis nesh të kemi një të ftuar shumë interesant nga bota e kinemas dhe letërsisë. Ai është një regjisor i pavarur në ngritje, filmat e të cilit kanë marrë pjesë në shumë festivale ndërkombëtare dhe janë vlerësuar me disa çmime. Bëhet fjalë për regjisorin e njohur Aurel Naçi, autori filmave të shkurtër si Red Rosa Roma dhe The Last Kiss, të cilat trajtojnë tema të kohës, siç janë dashuria, identiteti dhe marrëdhëniet midis njerëzve. Deri tani ai ka marrë pjesë në 22 festivale ndërkombëtare dhe është vlerësuar me 13 çmime dhe 5 nominime. Dhe përveç botës së kinemas, ai është përfshirë në botën e letërsisë, me 2 libra, si Vëllimi me lirika në buzët e një gruaje dhe libri me proza Në krahët e mbrëmjes shihet puthja, shumë romantike. Pra, siç e pat, sot do të flasim me të për rrugëtimin e tij artistik dhe gjithë eksperiencën nëpër festivale. Mirë se ke ardhur në podcastin tonë. Faleminderit që e pranuat ftesën. Është kënaqësia ime që ndodhem pranë jush. Për ta filluar bisedën, ne duam ta nisim pak me veten tënde, pra si erdhi gjithë ideja që të merrje pjesë në rrugën e kinemas, a kishte një moment specifik ku ti vendose ta bëje këtë? Rrugtimi ka nisur herët, më ktheve pas në vite, ka filluar që në aktivitetet shkollore në 8 vjeçare, sepse atëherë ka qenë 8 vjeçare, tani ka ndryshuar, është për 9 vjeçare. Kemi patur një staf të mrekullueshëm mësuesish, të cilët ushqenin dëshirën tek nxënësit për artin. Dhe unë kam qenë shumë i aktivizuar në aktivitetet e shkollës, ne vinim shfaqje për festat e fundvitit apo festat e mësuesve dhe shfaqje të ndryshme që trajtonim dhe tema të ndryshme gjatë periudhës shkollës. Kam patur një mësuese Anila Bega, e cila e mirte përsipër pjesën e teatrit dhe aty më lindi dëshira kur lexoja skenarin, ajo ndjesia që ti përfytyronje personazhin që ta sillje në shfaqje dhe pas mësimit ne mblidheshim në shtëpinë e shoqe, kishte shtëpi private, mblidheshim kështu ulur të gjithë në karrige dhe lexonim skenaret, personazhet, aty bënim ato provat, skenoprovat për të vendosur shfaqjen dhe aty lindi dëshira ime zjarrt për artin. Më pasaj kam në teatr, Andonsa Koçajupi ka qenë shumë i aktivizuar, shfaqjet ishin nga më të larmishme. Ne kemi patur një regjisor shumë të mrekullueshëm, Korça, drejtori i teatrit të kukullave Maxi Stiko, tani jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Maxi vinte shfaqje për fëmijët dhe mua më pëlqenin shumë dhe ato shfaqje më pëlqenin sepse ishte këtë fundjavë ka kjo shkollë, supozojmë. Fundjava tjetër e ka një shkollë tjetër dhe mua nga që më pëlqente një shfaqje, siç ishte bloku i apartamenteve me fëmijë që luanim, i thesha të më mini dhe një bilet për të parë të njëjtën shfaqje 2 herë sepse shkolla ime e kaloi radhën. Dhe kuptohet në Andoza Koçajupi gjithmonë ndiq një shfaqje, pa kisha një dëshirë shumë të madhe për artin. Ishte ajo magjia kur ngriheshe perdja në skenë, ndriçimi, ka qenë një shfaqje më ka pëlqyer shumë, më ka lënë bresa Fantazma dhe shejtanët, ka interpretuar Zamira Kita, Vaskenico, Ligoraj Qiriza, mos gabohem, dhe kam patur dhe shansin për ta parë sepse është bërë dhe film, u bë dhe film u xhirua në hyrje të Park Orinia, ka qenë këndi i vjetër i lojrave aty. Më kujtoj se tani ne ishim fëmijë, do isha shumë kurioz dhe jam vërtet në tipin tim jam fëmijë kurioz dhe më pëlqente ta shikoja se si do realizoheshin. Dhe vinte Vaskeniça, këngëtari dhe thoshte tani fëmijët vetëm mos bëni zhurmë dhe sepse ne ishim pas kujtave dhe shikonim mënyrën se si realizoheshe. Aty filluan hapat e para, por në ndikimin tim ka luajtur dhe letërsia shumë, ka pëlqyer shumë letërsia. Libri parë që më dha shkëndijën për të dashuruar letërsinë ka qenë Rubairat e Omar Kajanit. Aty në ai libër unë kam parë jetën në vargje dhe më ka pëlqyer aq shumë sepse ka qenë provimet e klasit të 8 dhe mua më ka rënë në një pjesë në test për ta interpretuar dhe më pas jam interesuar për të lexuar librin sepse në letërsinë ishte thjesht një fragment i shkëputur sepse libri është i madh dhe e ka marrë tek biblioteka Thimi Mitko, ka qenë ndjeri Skënder Rusi, drejtor bibliotekën atë kohë dhe aty më ka pëlqyer shumë poezia dhe ajo ma ndezi atë dëshirën e zjarrtë për të shkruar dhe unë ato krijimet e mia si në prozë ashtu dhe në poezi. Të pyes tani për këto filmat me këtë romancën e ndjerë. Red Rosa Roma dhe The Last Kiss kanë për herat të ndjenjën midis njerëzve, marrëdhëniet njerëzore, emocione të thella. Dua të di pse pikërisht janë këto ato tema që ju kanë tërhequr më shumë dhe nëse ka ndonjë pak lidhje me realitetin, qoftë me realitetin tuaj apo është thjesht fantazia juaj. Pra shpisë dhe eksperiencë do të thuash, po shkoj gjithmonë regjizori fut diçka nga xhepi.
ashtu dhe poeti kur shkruan diçka një krim, fut diçka nga xhepi. Më pëlqen arti që trajton natyrën njerëzore, sepse njerëzit janë qenie komplekse. Ne rritem, jemi gjithmonë në rritje, po në rriten dhe ambicjet tona, rriten këndvështrimen, mënyrën se si ne e shohim botën, çfarë kërkojmë nga jeta, dhe kjo më ka pëlqyer shumë. Këtë lloj arti, për fat të keq, unë nuk e kam parë tek kinematografia shqiptare, por e kam parë tek kinematografia e huaj, sepse kinematografia shqiptare ka qenë me propagandë para periudhës 90. Ju nuk ishit lindur në atë periudhë, po brezit ton, pra nuk e gjenja këtë lloj arti tek, por e kam gjetur tek kinematografia italiane, tek kinematografia franceze, aty ku ka lindur arti, dhe arti është parë si diçka krijuese që buron nga shpirti, jo art i diktuar. Prandaj dhe mua më pëlqen të ngacmoj dhe të trajtoj natyrën njerëzore. Dua që personazhet në filmat e mi të ndjehen të lirshëm, të ndjehen ata që janë, mos kenë komplekse, të jenë vetvetja edhe kur gabojnë, edhe në zgjedhjet e tyre, në aventurën që ata bëjnë. Prandaj më pëlqen kjo lloj filozofie në art, si në film ashtu dhe në proza. Ne e përmendëm pak në fillim që ti ke qenë pjesëmarrës i 22 festivaleve, 13 çmime dhe 5 nominime. Si kanë qenë këto përvoja, këto evente që mendoj se janë të rëndësishme për çdo person që merr pjesë, sepse është në fundit është vlerësim për të gjithë punën tuaj dhe është dhe kënaqësia që ju merrni në fund sigurisht. Mendoni se njëri prej tyre ka qenë pak më i veçantë për sa i përket karrierës, por edhe pjesës personale? Ka qenë një eksperiencë e bukur, gjë që është shumë e rëndësishme. Eksperienca është gjëja bazë në çdo hap që njerëzit bëjnë, përfshi veten time. Dhe festivali parë që ka trokitur ka qenë një nga 10 festivalet më të mira në Amerikë, ka qenë festivali Flickish Rhode Island, që më pas mora dhe një ftesë për të vajtur si regjisor për të takuar dhe stafin e tyre. Unë aty kam tirë emocione të papara, sepse isha mes 7.000 aplikantëve, imagjino, një 7.000 veta aplikojnë, ata zgjedhin 250 filma, 150 janë në metrazhin e gjatë, filma të plot, edhe 100 është metrazhi i shkurtër. Aty ajo është një emocion i papara, më thonë nuk e di, kam fluturuar nga ai emocioni. Dhe në veçanti tjetër ka qenë moment shumë interesant është kur jam vlerësuar me çmim të parë në festivalin TIFF të Torontos, festival akademik i njohur, mes gjithë atyre konkurrentëve, të kemi parasysh sepse ne vim nga një vend i vogël, me një kulturë kinematografike jo shumë të njohur, madje edhe gjuhën tonë nuk e njihnin. Në momentin kur shfaqesh e filmi, shumë bënin pyetje njëri tjetrin, është rusisht, është rumanisht, sepse nuk ju ishte mësuar veshi me gjuhën tonë, për shkak sepse ne nuk kemi ecur shumë në festivale ndërkombëtare ose në tregun e huaj. Çfarë mendoni që ka ndikuar që ne nuk ecim dot, që kinematografia shqiptare për shembull ka ngelur akoma në ato kornizat e vogla? Ndonjë kleçkë që e kemi që kleçkë që ka ngelur, e the në gjuhën korçar. Tamam. Po, un po e theksoj, po shkoj të kuptojmë diçka. Koncepti kinematografisë tek ne ka ardhur si mjet ose si mjet edukativ për popullin. Dhe kinematografia e periudhës komunizmit gjithmonë ka qenë si diçka edukative, pra duhet të shfaqeshin problemet sociale aty dhe gjithçka ka qenë e ndrydhur e kufizuar për sa i përket shprehjes ose temave. Dhe në momentin kur ne kemi prishur sistemin dhe kemi hyrë në sistemin e demokracisë, përsëri të njëjtët aktor nuk kishin atë eksperiencën që kishin aktorët e huaj të luanin filma, pra të ishin të lirshëm. Sepse ne vërtet kemi patur shumë aktor profesionist, pra ishte plejada e aktorëve të mëdhenj, që po të kishin fatin, siç kanë aktorët e huaja, siç kishin aktorët e huaja, Sofia Loren, Brigitte Bardot, me radhë, që luanin artin e lire, kinematografia shqiptare do të ishte në nivele shumë herë më të larta. Gjithsesi, unë them dhe mendoj, sepse ne jemi akoma në periudhë tranzicioni, ashtu siç jemi në shoqëri, kemi kaluar nga një etapë mbyllur 50 vjet, një demokraci shumë të shkurtër që eci aq shpejt sa dhe vetë konceptin e demokracisë nuk e kuptoi në thelb, por rendëm për të kapur ritmin dhe mendoj se do vi koha, ndoshta brezi jon ose brezi juaj ka për të dhënë shumë sukses kinematografinë shqiptare. Kjo do bjerë kjo bariera e ngurtësisë e aktrimit në zhanrin e romancës, të gjitha. Dhe jam i sigurt që ne do të arrijmë ta vendosim kinematografinë shqiptare, filmin shqiptar në arena ndërkombëtare, ndoshta në platforma të njohura,
ashtu si që ta shohim të huajt, ashtu si që shohim ne dhe filmat e huaj, filmat italianë, franceze, me radhë. Dhe ju I keni hedhur hapat e parë. Shpresoj, nuk e di, po ishte për mua unë e quaj më shumë motiv. Pra çdo hap suksesi është një motiv për të hedhur akoma një hap më tej. Por është një kënaqësi shpirtërore dhe unë gjithmonë e kam parë krimtarinë si kënaqësi shpirtërore sesa thjesht një sukses, sesa thjesht një trofe. Mora radhën, po më lini një pyetje. Sa që shumë nuk e dinin gjuhën kur u shfaq filmi. Po. E morën përgjigjen në fund. Po, madje më pyesin sepse në Aromat e Filit të Kuq në filmin kam realizuar në Rivierën Shqiptare në Jugu dhe ne kemi vende shumë të bukura. Ishte mrekulli dhe njerëz shumë më pyesin është në Rivierën franceze, jo I thosha është në Shqipëri dhe kush ka mundësi ta vizitoj, madje ajo që drejtonte festivalin tha këtë mund ta përdorësh edhe për reklamën e vendit sepse kam kapur disa lokacione vërtet të bukur dhe kemi vend të bukur. Është e vërtetë është për të ndjerë krenar me bukuritë e vendit që kemi, pavarësisht se ne duhet të shfrytëzojmë më mirë, të kujdesemi njërin tjetrën, të shohim më me si ti thua, të ruajmë me një fanatizëm të madh. Vazhdojmë mbyllë. Se ka kjo Cupka. Korçarçe. Me që folën për hapat që ju keni hedhur drejt artit shqiptar, ju jeni duke përgatitur dhe një film me metrazh të plot, të quajtur Në dritën e detit. Mua më pëlqen shumë ky titull se s'është dëgjuar ndonjëherë ky kompozim Dritën e detit. Zakonisht themi dritën e diellit, ç'në e deti dritë. Është dhe titulli është metaforik. Më pëlqen shumë të vendos metaforën letërsi në thelb tek filmat, sepse një skenar që ka në thelb letërsinë nuk harohet kur, ajo dhe pendjesia. Këtë lloj stili kanë italianët, kinematografia franceze, gjithashtu pra janë regjizor, po janë edhe poet, janë mjeshtra, prozator. Në dritën e detit, detin e gjithmonë I krahasojmë, si themi është një det I gjerë, sytë e kaltër si deti, pra është diçka që mund të krahasohet në të gjitha format e romantizmit. Dhe deti në një farë mënyrë krahason është formë lirie. Ne gjithmonë detin, sidomos njerëzit para 90-s e kanë parë liri. Për te detit fshiheshe një botë e bukur, Italia, këngët, arti. Dhe kjo është dhe atë arsyen pse unë kam vendosur Në dritën e detit, por gjithashtu lidhet dhe me natyrën e personazhit që unë sjell në film. Kam kapur një subjekt shumë të bukur, pa zbuluar shumë, sepse akoma se kam realizuar, nuk dua të shuaj kureshtjen, por është një subjekt që njerëzit kur ta shohin kanë për të reflektuar dhe ata, pra dhe ata kanë për ta parë veten tek njëri personazh apo tek tjetri. Dhe kjo është dhe qëllimi dhe bukuria që unë me këmbgulje dua ta realizoj. Dhe shpresoj të gjej aktore. Po t'ju them diçka, kam sot kisha audicionin në Fanoli, në Universitetin Fanoli, jo se ishte pjesë e planit, por si korçar që jam rritur në këtë qytet, kam dashurinë për artin dhe unë kur kam qenë në moshën e tyre kam patur ëndra dhe dëshira dhe këtë dëshirë desha të jepja dhe studentëve të Universitetit Fanoli, ndoshta e gjenim në një aktore, ndoshta e gjenim atë ta kultivonim tek brezat e rinj. Aktoren e mrekullueshme që unë kërkoja. Audicioni shkoi mirë, tash të shohim bashkë me stafin për zgjedhjen, por I dhash dhe mundësi qytetit tim sepse ashtu siç më dha dhe unë kam dëshirë për t'i dhënë mbrapsht diçka. Duhet thjesht mundësia për ta arritur diçka. Po edhe një pyetje të vogël, pas treguar shumë si gjithmonë. Mirë, një pyetje të madhe, po nuk dua që të tregosh shumë. Po, pas zbuluar. Që ta mbaj kureshtjen. Po ideja për filmin vet, pa treguar si lindi, apo ishte thjesht diçka spontane, diçka e mirë menduar, duke qenë se është dhe një film me metrazh të plot, nuk është se ke gjithë ato orë për të plotësuar. Ja ndërhedhur në letër. Janë mes 75 deri në 100 minuta film për të realizuar. Ideja për këtë kozjatje kaq të gjatë ka qenë diçka spontane, ka qenë diçka e mirë menduar, diçka që u zgjove një ditë në mëngjes e tha këtë do bëj unë tani. Po kam gjetur frymëzimin te subjekti. Frymëzimin te subjekti unë jetoj në një vend ku njerëzit rendin gjithmonë pas punës, karrierës, pra koha është shumë e limituar, por nga ana tjetër, po ta shohim dhe anën tjetër, koha është gjë e rëndësishme në jetë që ne kemi. Dhe ky ishte arsyeja që unë nuk kapa te ky subjekt. Thash, dua të trajtoj këtë lloj teme në film, thash sepse më pëlqen shumë kur njerëzit
e shohin kohën dhe si e vlerëson kohën në jetën e tyre ata. Da e mora këtë subjekt dhe e shtjellova, pastaj vendosa dhe diçka dhe nga eksperienca, por dhe nga biseda që bëj me njerëz, sepse mua më pëlqen kam një natyrë që bisedoj shumë me njerëz, më pëlqen dhe ngacmoj, dua të mësoj shumë prej tyre. Jo thjesht që të di që të, po më pëlqen shumë të mësoj diçka të re dhe i them dua të ndihen të lirshëm kur flasim me mua, i them më thuaj diçka të bukur nga jeta juaj. S'ka problem, jetë private, më thuaj sepse mbase ajo histori mua më inspiron. Dhe nesër pas nesër mund të shkruaj një prozë, mund të bëj një film. Dhe kjo ka qenë dhe me bisedat me njerëzit, po dhe subjektin e parë ka lindur ajo frymëzimi i parë dhe më pas kuptohet jam mulur sepse duhet të punosh. Frymëzimi vërtet vjen, por nëse nuk punon me fjalën, ashtu siç vjen ai largohet. Patjetër. Dhe kjo ishte ajo nismja, si thua, inspirimi që unë desha të sillja në film dhe dua të sill në film. Me që jemi këtu te filmi dhe te hapi audicioneve për aktoren e re, cilat mendon që janë ato karakteristikat që duhet të gëzojë një aktore që të spikat te ky rol? Te spikat te ky rol. Te ky rol në radhë të parë një duhet të ketë bukurinë natyrale të brisht të femërore, tash sepse ne jemi një periudhë që estetika njerëzit kanë filluar të ndërhyjnë tek bukuria, gjë që unë nuk mund të them se është gjë e keqe, por në një farë mënyre tek disa njerëz shkojnë, tek disa njerëz jo, dhe kam kërkuar dhe në audicion që bukuria të jetë bukuri natyrale femërore, gjë shumë e rëndësishme. Kam patur vajza që kanë dërguar interes për audicionin, por tatuazhe të shumta, vath në undë, gjë e bukur, unë nuk gjykoj askënd, absolutisht, por për këtë rol të përshtatshëm dua diçka që të jetë finesë, të ketë estetik dhe aktoria në profil, pra mos i ketë këto egzagerime, tatuazhet e shumta, vath njëra tjetrën, dhe interpretimi është të japë më shumë interpretim emocional sesa thjesht një dialog, sepse njerëzit nganjëherë shpesh dialogojnë, por nuk e japin emocionin që duhen, nuk e përcjellin atë emocionin siç duhet. Dhe kjo është dhe e vështirësia që unë duhet ta gjej aktorin kryesore, si na fizionomi, profilin rreth të parë, toni i zërit që është shumë i rëndësishëm, ai timbri i zërit që i themi ne, sepse duhet të ngëlloj romancën, brishtësinë, meqense është suspense romance, një zhanër jo shumë i lëvruar në vendin tonë, nuk e di, ndoshta se është zhvilluar më përpara, se nuk jam i sigurt për këtë, por di që nuk është shumë i përhapur dhe kërkon emocione të forta, kërkon një interpretim që t'i jap aventurën, t'i jap ndjenjen, të përjetoj dilemën, pra një personazh që t'i ketë të gjitha këto. Dhe unë kam vendosur personazhin e femër Emi, një vajzë çapkene, e lirë, që kërkon shumë nga vetja, kërkon shumë nga jeta, vrapon pas profesionit, por sheh që rrugës dalin dhe dilemat të tjera. Dhe aty futem më thellësisht në botën e Emit, që çfarë sheh Emi, çfarë përjeton Emi dhe në fund fare çfarë na përcjell mesazhi Emi. Po përsa e përket kësaj klishesa, i mërshon fort i fakti që aktorët duhet të kenë kimi midis njëri tjetrit që dhe roli tyre të jetë më bindës për ne që e shohim. Po, patjetër, kimia është shumë e rëndësishme në zhanrin e romancës, që të mos ketë stonim, të rrjedh aq mirë dialogu, emocioni, dinamika e ngjarjes komplekse, domos zhanri i romancës, sepse është një zhanër që duhet finesë, është shumë pikant. Dhe kimia duhet të jetë shumë e mirë me njëri tjetrin, duhet të jetë në atë mënyrë të rrjedhshëm dhe si partneri që janë për të sjellë personazhet duhet të ndjehen shumë të lirshëm në interpretim me njëri tjetrin. Janë disa intervista aktorët e huaj thonë që ne kur mbarojmë filmin, u ndjem vërtet sikur ishim burrë grua në film dhe nuk ndjem sikur ishim ka kolegë. Pra aq bukur hyn në brendësi të personazhit dhe unë këtë kërkoj dhe shpresoj ta gjej. Dhe besoj të jem me fat ta gjej, është pak e vështirë, po gjithsesi do ta gjejmë. Patjetër. Mua më lind një pyetje, se zakonisht kur themi një audiencë e gjithë shikon një film të caktuar në përgjithësi, disa e shohin dhe të riqen vetëm nga kasti i aktorëve, disa të tjerë të rishem vetëm nga subjekti dhe disa të tjerë shikojnë të dy elementet të ndërthurur me njëri tjetrin. Sa mendoni se ndikojnë këta celebrity që thuhen në Amerikë, ndikojnë më shumë këta që janë VIP-a apo talentet? Po, pyetja e ke shumë të bukur dhe të falenderoj që bëre një pyetje vërtet interesante. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh në kinematografinë? Në rast të parë ka studiot e mëdha tani e kanë komercializuar filmin. Çfarë ndodh? Ai thotë dua të bëj diçka që të shitet, nuk ka rëndësi çfarë të bëj. Dhe kë po marrim Margot Robbie që ka 50 milion djegës në Instagram,
po marrim Leonardo DiCaprio, që ka pa e fundit mu ka 70 milion ndjekës, po marr Brad Pittin, po marr një tjetër po mbledh të këta, se të gjithë ta që ndjekin do më vinë në kinema do blejnë bileten. Kjo është, ata e shohin thjesht si biznes para. Ky është art komercial, që jep, shkon, targeton, disa njerëz e pëlqejnë, disa jo. Ndërsa arti tjetër i thellë, i mirëfillt, në radhë të parë çfarë ka? Ka subjektin e filmit. Pse ne na pëlqejnë filmat që shpesh bazohen në libër? Si filmi Notebook i Nicholas Sparks, ose nuk e di libra të tjera, të Godfather, të Mario Puzos, tjetër, s'po vjen ndërmend, po Nicholas Sparks ka dhe disa filma të tjera në radhë. Na pse ju kthehemi autorëve dhe na pëlqejnë shumë ata filma? Pse? Sepse ka në thelb art, ka letërsi, ka dialog të mirë. Dhe këtë desha të thoja, varet çfarë audience ke objektiv ti si producent, sepse unë në këtë rast, meqense unë s'kam as fonde, nuk punoj për një produksion të fuqishëm, jam thjesht i pavarur me dëshirë, pasion, kam një staf të apasionuar dhe ata që më ndihmojnë, pra është më shumë një film me buxhet shumë minimal, me forcat tona, por me dëshirë shumë të madhe për të ofruar kualitet dhe për të dalë në arenën ndërkombëtare të filmave aty ku garat kanë emocion. Pra ndaj në dy kategori dhe njerëzit kur shohin filmin duhet të ndash që do bësh film komercial për të shitur, apo do bësh art. Arti ndoshta mund të mos ketë publicitet shumë të madh, por ata që e shohin janë elita e shoqërisë. Janë ajka që i themi ne. Njëta gjë ndodhet edhe me poezinë e me prozën tani që nuk lexojnë, por poezia është për elitën, nuk është dhe njerëzit që shkruajnë thonë pak, po ata që e lexojnë janë ajka e shoqërisë. Edhe që e kuptojnë. Po. Si thoshte Lazgushi. Po. Sepse ju e përmendët shumë thellë lidhja midis letërsisë dhe kinemas. Por ta bëjmë pak më personale, juve, kush ju tërheq më shumë, si pasion ju i keni të dyja, kuptohet, por më tërheqëse për ju me thjesht, mund të mos theme thjesht, që ndjeni më afër. Jo, nuk do ta thjesht këdo më shumë, po ndoshta kush të tërheq më shumë se tjetra, kush erdhi e para? Për ju letërsia apo kinematografia? Shko, letërsia vjen gjithmonë e para. Pse? Në histori po. Po, shiko. Dhe në histori po dhe kinematografia i përmbledh të gjithë komponentet e artit, letërsinë, muzikën, pikturën, kornizë artistike të gjitha me radhë. Po letërsia është thelbi. Ti kur shkruan një skenar aty ke prozë. Dhe e merr nga arti të shkruarit letërsinë e çon tek arti skenik që është kinematografia ose teatri. Pra në fillim është letërsia. Unë i dua të dy, se kjo pyetje është si puna e asaj nënës, që do më shumë. Vajzën apo djalin. Nëna i do të dy fëmijët. Dhe unë i dua të dy në radhë të parë, por mendoj që nëse një regjisor është dhe prozator i mirë, e bën audiencën për vete, lexuesin për vete, kur e merr librin që vërtet e shijon atë që lexon, ose ndoshta në postimet e tij njërin tjetër, kur arrin ta marrësh për vete lexuesin, ti ke rëmbyer dhe audiencën në film, sepse është i njëjti emocion, i njëjti reflektim që ti hedh në flet, i njëjti reflektim do ketë edhe në imazhin vizual të madh të ekranit. Edhe një diçka, shpesh herë njerëzit thonë që librat e adaptuar në filma nuk janë aq perfekt sa që ishte libri. Ju shijonte më shumë ajo pjesë e shkruar se sa ajo që pan në televizion. Ju e përkrahni këtë mendim apo ndoshta është dhe ajo pak, unë kam menduar gjithmonë kështu, që kur e lexon për herë të parë, është dhe ajo hera e parë që të duket më e bukur. E imagjinon. Imagjinata jote. Po, ndërkohë që ti në televizion je pak e limituar në çfarë ka imagjinuar regjizori. Shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Shiko, ka ndodhur që filmi i ka dhënë zjarr më shumë librit, sepse mënyrën si regjizori e ka sjellë, e ka bërë kurioz dhe aty që se ka lexuar ta lexojë. Për shembull, po marr shembullin e Notebook, Nicholas Sparks. Të them të drejtën, nuk ishte shumë i njohur, paktën për mua, Nicholas Sparks. Kisha lexuar poet rus të tjerë, po Nicholas Sparks nuk më kishte, ndoshta edhe në ambientin shoqëror, nuk i kisha rastisur. Por momenti kur pash filmin, më pëlqeu aq shumë dhe thash, po dal thash ta lexoj librin. Dhe libri ka të tjera ndjesish, ajo fantazia jote. Tani çfarë ndodh? Ka filma që regjizori, siç e thashë, ka bërë më të bukur se librin, po ka dhe që libri është më i bukur se filmi. Çfarë ndodhi në filmi It Ends With Us, mbaron me ne. Me aktorin ja rova emrin tani, po shumë e njohur, ka luajtur në disa filma kjo.
Ends With Us, e keni parë? Po kemi lexuar. Unë e kam lexuar po dhe emrin e aktorës nuk po më kujtohet. nuk më ka tërhequr filmi. Kam parë trailerin dhe nuk më ka tërhequr filmi, kam lexuar thjesht librin. Shiko pak, unë kur kam parë filmin, regjizori çfarë ka bërë? Ka bërë gjë shumë të bukur. Nuk na ka futur që në fillim me atë të shkuarën e personazhit. Na i ka lënë surprizë në fund për ta mësuar dhe për ta parë. Dërsa libri ai na i dha që në faqet e para na i dha të kaluarën, gjë që mua ma vrau kuriozitetin kur e lexoja. Dhe unë jam e tip që në momentin ti ma vret kuriozitetin që në fillim të librit them po pjesa tjetër mua çfarë do më tërheq ta mbaroj. Pra kjo nuk i dihet, si thua, është varet nga fuqia regjizoriale. Ka regjizorë që e japin më mirë se libri, bëjnë ndryshim në atë mënyrë që të duket diçka e bukur, por ky kishte punuar shumë mirë në krahasim me librin, sepse siç e theksova, na i dha në fund tërë atë që libri na dha që në fillim, dhe kjo mua më pëlqeu shumë. E la mbështirën në fund. Ma la mbështirën në fund. Po jo, që në fillim sepse të shohin kureshte. Ne jemi kureshte është ajo që ne na zgjon të shohim diçka, të lexojmë diçka. Të vel që në fillim dhe pastaj në fund. Prandaj zakonisht edhe filmat fantazi janë ata që tërheqin më shumë, po themi gjithë audiencën. Zakonisht janë filma fantazi sepse nuk e kanë, siç e thatë edhe ju, nuk e kanë që në fillim atë pjesën, po kur e shikon gjatë rrugës shikon që ai personi që ti mendoje se ishte kryesori dhe më i miri del dhe villën. Këto janë të zhanret suspense që më pëlqejnë shumë, që të bëjnë të mendosh tani, dhe momenti kur ti mendon diçka thotë, ky është jo. Ka filma shumë të bukur, prapë janë bazuar në libër. Dhe të lënë të njëjtin shi, domethënë kanë ndjekin dhe ritmin e librit. Janë filma të ngadaltë, shpesh kritikët e artit nuk ju japin shumë star, reviews. I themi ne është një shumë e famshme Tomato Raters që e bëjnë që japin review filmit. Po çfarë ndodh me ata? Ata mësojnë gjithmonë me dinamik. Po ka filma që ti kur e kupton që është bazuar në libër, tani do ndjekësh historinë. Dhe personazhet dalin ngadalë në film ashtu siç shfaqen edhe në libër, dhe ti të futesh në një botë tjetër. Dhe të duket sikur librin e ke në audio, pa e dëgjon dhe pa e shikon, kuptohet. Ndërsa këtyre, nga që janë mësuar gjithmonë me dinamik, me aksione që në fillim kanë dhënë reviews shumë. Për shembull, kam parë një film, më ka pëlqyer shumë, The Pale Blue Eye. Është në anglisht, tani përkthimi nuk po më kujtohet, por më ja për sa çaste do më vinë në mend ata them. E luan aktori i njohur Christian Bale. Kam patur fatin ta takoj, kam takuar në Santa Monica. Nuk më la përshtypje të mirë si njeriu kur e takova, po pak rëndësi ka si aktor është mrekullueshëm. Shko që ndodh me këta kanë pak atë egoizmin e tyre. Dhe në mënyrën se si u sol se isha unë, ndodhesh edhe një vajzë në gjithë mënyrën se u sol me vajzë, është po ky si flet shumë me vajzën mirë, ose unë jam djalë dhe thotë një fjalë më shumë. Dhe aty domethënë e humba atë respektin. Po sepse ne nganjëherë krijojmë këto idhuj në mendjen tonë. Ne shohim idealin, themi ky është artist dhe ngrema në piedestal. E themi është. Po momenti kur e takojmë dhe shohim që në vlera njerëzore ky aktor është, unë i zgjidhim kam patur nga Jennifer Aniston, kam rastisur në New York, unë kam qenë adoleshent, Friends ka qenë shumë i seriali Friends i njohur. E kam patur dhe posterën në shtëpinë, ato faqet e motit 16 që kishim atëre. Dhe kur e kam takuar, se kisha në mendjen time një idhull, kur e kam takuar nuk më la përshtypje të mirë si një artist, se në mendjen time një artist duhet të jetë në radhë parë është njerëzillaku, është artist në thelb. Në shpirt njerëzor. Sa është ana profesionale dhe kuptohet, janë njerëzit ata që ty do të rritin vlerën. Janë njerëzit ata që ty vinë e blen biletën për të parë atë që ti shfaq. Dhe duhet të jesh shumë mirë njohës me njerëz dhe duhet të jesh më njerëzor me ata. Por ndodh tek këta VIP-at e huaj, sidomos, po gjithsesi s'ka. Dhe të kthehem pak tek filmi The Pale Blue Eye, është një histori që rrjedh shumë ngadalë, por 10 minutat e fundit, 15 minutat e fundit të filmit janë të lënë pa fjalë. Unë e kam parë 2 herë, më pëlqeu aq shumë e bëra dhe bashkëshorten ta shikonte me mua, vetëm sepse më pëlqeu mua, thashë ta shohësh dhe ti thash. Je nga ata persona që nuk e shikon një film shumë se një herë? Po, e shoh mua, po më pëlqevi, unë madje shkoj në kinem, unë shkoj në kinema 2 herë për të njëjtin film. E kur kam dalë më ka pëlqyer shumë Ujku i Wall Streetit i Martin Scorsese, dhe rastisht njëjta vajzë që shiste bileta dhe nesër, prap ti më pëlqeu thash. Dhe një gjë që më pëlqen shkoj, në radhë të parë është suporti që ti jep atij regjizori, sepse hidhet mund, energji, financime, domethënë fonde shumë të mëdha dhe duhet kuptuar që duhet të merren mbrapsht, është një energji e plot. Kështu sa merr për të realizuar një film, ti më mori një vit skenari, një vit që un kam punuar intensivisht me skenarin.
kam ardhur nga Amerika, kam marrë lejë nga puna, kam përdorur gjitha që kam 21 ditë më dha puna vetëm për të vendosur një film. Dhe jam në fazën e parë të priproduksionit. Jam akoma në audicione, s'kam gjetur aktoren kryesore, kam për lokacionet e filmave, njërën titën të përgatis kornizën artistike që të kthehem përsëri në maj për xhirimet. Pra, një vit që mori energji për më përshkruar skenarin. Gjithë ky mund do kthehem do kthehem, mbase zgjej, do ta lë, do shtyhet prap për vitin tjetër. Do detyrojmë të kthehem përsëri, pra duhet të kuptosh që filmi ka një energji të paparë. Por unë e bëj me pasion, me një dëshirë shumë të madhe, edhe ata miq që kam po të njëjtën dëshirë me mua, dhe nuk na duket e sakrifica aq shumë, por që duhet vlerësuar. Kushdo që realizon një film, pak rëndësi ka se është metrazh i shkurtër. Për shembull, në filmin metrazh të shkurtër mua më mori një vit kohë skenari, se shkruan, pastaj do haheshe me fjalën, do thosh po ja ta hiq këtë, do t'i vë këtë dialog më të mirë. Po ja të ishte se s'ka shumë ndjenje, po i vendos diçka tjetër që t'jap me emocion. Pastaj kthehesh, je për xhirime, nga njerëz të mban koha, në nazurin një afshi, unë duhet të prisja, kam bërë një muaj e gjysmë për realizimin e filmit Aroma e Trëndafilit të Kuq. U detyrova të shtyva biletën, sepse kisha bërë vetëm një muaj, po thash, njoftova dhe punën, thash, duhet të ri më gjatë tani se kam realizuar. Po angarirat që dalin, domethënë gjatë realizimeve, ne punuam 5 ditë intensivisht, kemi xhiruar në Korçë, kemi xhiruar në Voskopoje, në Korçë kemi xhiruar në pazari i vjetër, por tek ajo pjesa hani pazarit, në pjesa shumë e bukur, ku bëhen dhe aktivitetet letrare, artistike aty, kemi xhiruar në Voskopoje, më pas kemi zhvendosur në Dhërmi, në Imar, pra gjithë këtë, nga Tirana, e kam nisur në Tiranë, në Akademinë e Arteve, Tiranë, në Korçë, në Dhërmi, Himar me radhë, jemi kthyer përsëri që kam mbyllur filmin, 5 ditë xhirime. Përveç asaj, pasaj është faza e post-production që i themi ne. Do ulesh me koloristin, do ngjyros, do ulesh me editorin, editimi është shumë e bukur, sepse vendos ato pjesët, është si puna asaj puzzle, kur ti i gjen edhe i vendos bashk. Edhe ajo merr një kohë shumë të madhe. Më di për mua ishte shumë vështirësi, sepse diferenca e kohës, diferenca e orës me Shqipërinë, me Amerikën, me telefon punoja. Dhe nuk ka gjë më të vështirë sa të punosh në telefon, ne hapnim në FaceTime, tani ai ulesh e editorin në kompjuter dhe fillonim. Pastaj, duhet ulesh me kompozitorin, është faza tjetër, e sheh një filmin, do ta shohësh përsëri dhe fillonin bani shënime. Këtu dua ndjenjë romancë, unë këtu dua aventurë, këtu dua kështu. Fillon, punon në studio, ai bën pjesë, ti dërgon, ti e sheh, pra është një proces shumë i gjatë. Nuk është thjesht vetëm xhirimi, po është dhe pas xhirimit që merr kohë. Ndaj filmat kur nisin marrin një periudhë midis 1 deri në periudhën 2 vjeçare. Dhe pasi përfundon, ke pasaj fazën përgatitore të festivaleve, do jesh i përgatitur, do aplikosh tek festivalet dhe do presësh pasaj datat për përgjigjet, pra merr kohë dhe një gjë që merr një periudhë kaq të gjatë kohore, duhet të vlerësohet shumë nga njerëzit. E po Sherisa, po vim në fund më vjen keq. Pyetja e fundit që un kam është pak subjektive. Çfarë mendon ti se duhet të ndjejnë apo e thënë më mirë të marrin me vete publiku pasi të shoh veprën tuaj të re, projektin tuaj të ri në dritën e detit? Në dritën e detit. Unë mendoj se do reflektojnë në veten e tyre dhe do bëjnë pyetje. Gjithmonë edhe dëshira, po dhe koncepti im në art është që ti kur ta shohësh të pyesësh, të lindin pyetje. Për nuk është diçka thjesht klishe me ta parë, po metafora është me thellë. Dhe ti bën pyetje, të thuash, po ti isha në vendin e Emit. Çfarë do të bëja më mirë ose çfarë do mundohesha ta bëja, po ndryshe, më mirë ose çfarë mund t'i jepja më shumë profesionit tim apo mund t'i jepja më shumë rëndësi kohës, sepse dhe koha kalon kur ne rendim pas diçka, dhe koha është gjë më e çmuar që ne kemi në jetë. Besoj se publiku ka për të reflektuar tek vetja kur ta shoh filmin. Dhe unë, para se ta mbyllim, dua të na japësh një mesazh për të gjithë brezat e rinj që sepse ne jemi maturant dhe e dim që jemi duke zgjedhur akoma degën që do hedhim dhe ne studojmë tregun e punës. Tregu i punës ne e dim që për sa i përket kinematografisë duhet të kesh aftësi, duhet të kesh edhe zakonisht persona që të drejtojnë, të japin rrugën e duhur që ti të kesh një të ardhme për sa i përket kësaj dege. Do t'i orientosh, do t'ju japësh një mesazh brezave të rinj për sa i përket kinematografisë dhe sa e zgjedhin ata të qenit aktor apo aktore? Unë do t'i thoja secilit që në rast të parë të ndjek rrugën e zemrës. I themi ne poeti pandiq, ëndrrën, dëshirën që ke, talentin.
është shumë e rëndësishme të kesh një pasion në jetë, sepse në vërtet na duhet puna është sjell të mira materiale, jetojmë, por ne duhet të mbushemi shpirtërisht dhe në natyrën tonë njerëzore është që ne gjithmonë krijojmë. Pak rëndësi ka, ti mund të bësh një pikturë, mund të shkruash një poezi, a mund të ndërtosh diçka me gjëra të bësh një shpikje. Gjithçka, pra është kreativiteti, është pjesë e natyrës tonë dhe bota ka lindur nga kreativiteti. Kjo studio që ne jemi, dëshira juaj, dhe unë i them çdo të riu, ndi qendrën, ndi dëshirën, pavarësisht vështirësive, nëse ke pasion, të tjerat nuk do duken, kjo është më thelbësore. Pastaj të tjerat, si thua, jeta ka rrugë të gjera, ka momente që ne na bëjnë të ndryshojmë, shumë drejtim, ndoshta shkojmë në këtu po e shohim që s'dalim gjë, do të marrim drejtim tjetër. Por rëndësishme është që të kesh një pasion. Nuk ka rëndësi. Njeriu pa pasion për mua është thjesht si një qenie pa frym, pa shpirt. Si makineri. Pasioni është ajo që ne na motivon, që unë zgjoj në mëngjes e them, sot kam për të realizuar këtë, se puna është, kuptohet, do mbaron, nuk ka se është diçka që të jep të mbush shpirtërisht, të lënë një mbresë. Ndërsa arti, krijimtaria është diçka që ty të lën bresa e përjeton dhe është ajo që ti krijon kujtime në fund të jetës tënde dhe nuk ka gjë më të bukur kur të vijë çast të ulesh dhe ti të mbledhësh ato kujtime dhe të shohësh rrugtimin tënd, që ne kemi një rrugtim të shkurtër në jetë. Ne ju falenderojmë shumë për mundësi që na dhat. Ne mezi po presim të shohim filmin tashmë kur të dalë në treg, patjetër. Ju urojmë suksese dhe shumë faleminderit që erdhët. Është kënaqësia ime dhe më vjen mirë që shoh një brez që ka dëshirë për artin, për kulturën. Ju uroj shumë suksese për podcastin. Pyetjet ishin shumë profesionale në nivel më të lartë, pavarësisht moshës tuaj dhe brezit tuaj, po më vjen shumë mirë dhe unë ju uroj shumë suksese. Të shoh dhe lart e më lart. Shumë faleminderit. Ky ishte edhe episodi i sotshëm Shëristam Djetë. Ne do të shihemi së bashku në episodin e radhës dhe me personazhe të tjerë të veçantë siç i kemi gjithmonë. Shumë faleminderit që na ndoqët. Shihemi. Ciao ciao.